Vijojnë radhët e gjata në pikën e kalimit kufitar të qafbotës, ku fluksi i lartë i lëvizjeve dhe ritmi i përpunimit në pikën kufitare greke kanë sjellë pritje të gjata për udhëtarët. Sipas të dhënave nga terreni, radha krijohet kryesisht për shkak të vonesave në anën greke, ku aktualisht po punohet për vetëm 2 sportele. Nga ana shqiptare, për të përballuar fluksin, janë në funksion 4 deri në 5 sportele. Në shesh pushimin e qafbotës ndodhen për momentin 500 mjete në pritje, ndërsa kolona automjeteve në anën greke shtrihet deri pranë pikës së kalimit kufitar shqiptar. Fluksi i lartë ka nisur që në orët e para të mëngjesit, që prej orës 5, kur ka nisur puna në pikën e kalimit kufitar në qafbotë, deri në këto momente llogaritet të kenë kaluar nga të dyja drejtimet rreth 3000 persona. Pritjet e gjata kanë sjellë vështirësi për drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët, të cilët detyrohen të qëndrojnë për një orë të gjatë në radhë, ndërsa autoritetet shqiptare vijojnë për punimin me kapacitet të fshtuar për të reduktuar sa më shumë vonesat. Situata pritet të monitorohet në vijim, ndërsa mbetet problem kryesor ritmi i përpunimit në anën greke, ku numri i kufizuar i sporteleve po ndikon drejt për drejt në krijimin dhe zgjatjen e kolonave.